Ferizaj, Dorës, Shëngjin, Velipuj, ku do prej tyre, nëse përgjigjesh sakt, mundesh me shku. Gratis. Pyetja që kemi në këtë kuti për me evitu këtë shpërblim është: so rrugje ka Arbeni Turs? Sa rrugë ka? So rrugje. Përshëndetje. Mirë dita. Si je, e mirë? Mirë. Jemi pra emisioni 05, jemi taku edhe ku më parë nëse s'ka bëj. Në herë kom fitu për juve. E ke fitu një shpërblim nga dyqani Leila Shap. Po, në Kaçanir. Po. Tash jam në sheshen e Ferizajt pasi është sezon verore, po besoj kimi kalu dikon pushimet verore, apo jo? Në Bregdetin shqiptar? Apo jo? Në Shqipni. Në Shqipni. Në rregull. Unë këto dy pako, kutia që do të quj, i kam një bilet për Gjermani edhe një kam për Bregdetin shqiptar ku përfshihet Velipuja, Durrësi, Shëngjini. Po, për me fitu ndo njërën prej këtyre, brenda asaj është një pyetje, për cilën po dën me hop kutin. Për Gjermani apo për Dorës, Shëngjin, Velipuj. Cilin kuti po dën me hop, ta shumë çfarë pyetje është, edhe mandej nëse përgjigjesh sakt, e kalon sfidën e fiton shpërblimin. Ja, për çet Shqipni ose për Gjermani? Gjermani që ki kërkon, kështu që po dën për në Shqipëri. Shqipëri. Në rregull, vetëm një moment ta hopim pakon. Kjo është për Gjermani. Ferizaj, Dorës, Shëngjin, Velipuj, ku do prej tyre, nëse përgjigjesh sakt, mundesh me shku. Gratis. Pyetja që kemi në këtë kuti për me evitu këtë shpërblim është: so rrugje ka Arbeni Turs? Sa rrugë ka? So rrugje. Jemi në gjuhën shqipe. Mi ndon rrugje. Arbeni Turs. So rrugje i ka. Të ndihmova goxha shumë. Çfarë rrugë me autobusa më shka? Jo, rrugje. Për shembull ç'është ka territoret ai? Jo. Po vjen shumë keq. Nuk po e kupton sfida. S'nash për na foka. Po vjen keq mirë, po pa e ditë nuk mundemi me ta dhënë shpërblimin. S'nash për sa me bu.